Kujdes miq të dashur, të gjithë ju që jetoni në Gjermani. Sindikatat kanë njoftuar sot se së shpejti do të ketë greva masive në sektorin publik në shumë lande të Gjermanisë. Javën e ardhshme janë planifikuar greva në spitalet universitare, në qendrat e kujdesit ditor si dhe në zyrat administrative. Sindikatat duan të zgjerojnë grevat e tyre paralajmëruese në sektorin publik të landeve të Gjermanisë, duke filluar pra nga java e ardhshme. Greva, siç njoftohet, do të ketë pra në spitalet universitare, por edhe në zyrat administrative dhe në shërbimet të tjera. Kështu ka njoftuar kryetari i Verdit Frank Warneke. Nuk do të punojnë edhe edukatorët në shumë qytete e landës, si dhe punonjësit e shërbimeve të pastrimit të rrugëve, qendrave administrative apo shërbyesit në zyrat tatimore etj. Shkaku i greves është natyrisht mosmarrveshja rreth rritjes së pagave. Në javët e fundit Verdi dhe shoqata e shërbimit civil DBB, quhet shkurt, kanë organizuar greva pak më të vogla, ndërsa qendrat e kujdesit ditor, universitetet dhe spitalet ishin ndër më të prekurit deri tani. Grevat paralajmëruese mund të zgjasin me javë të tëra, thuhet të paktën në njoftimin e Verdit. Negociatat e ardhshme mes sindikatave dhe punëdhënësve janë parashikuar të vazhdohen me 11 deri me 13 shkurt. Sindikata Verdi dhe DBB po kërkojnë një rritje page prej 7% ose të paktën 300 euro më shumë për më shumë se 920.000 punonjës të sektorit publik të mbuluar nga marrëveshjet kolektive. Deri tani nuk ka marrëveshje ndërsa kur do të ketë greva sakt dhe ku do të ketë greva sakt, shpresoj se do të dim më shumë në ditët në vijim. Ndaj, mos harroni të abonoheni në kanalet e mia dhe ta shpërndani edhe këtë video. Unë do të përpiqem të siguroj të gjitha njoftimet që kanë të bëjnë drejt për drejt me ne, pra që jetojmë këtu dhe mund të prekin shërbimet që neve na duhen çdo ditë. Ndaj, mos harroni të abonoheni. Faleminderit dhe mirupafshim.